Për herë të parë në historinë e sistemit arsimor të qytetit të New Yorkut, një program i plot dëgjues në gjuhën shqipe dhe angleze do të nisë në shtator 2025 në shkollën publike PS 108 Filip Abinanti në lagjën Bronx. Mësohet se një program i plot dëgjuesor në gjuhën shqipe dhe atë angleze do të nisë në shtator 2025. Ky vendim vlerësohet si një hap historik për komunitetin shqiptar në SBA dhe një mundësi unike për fëmijët që të rriten duke mësuar në dëgju. Regjistrimi për vitin shkollor 2025-2026 tashmë është i hapur dhe fillon me klasat e kopshtit, ndërsa programi do të zgjerohet gradualisht në klasat më të larta çdo vit. Jam e lumtur të ndaj këtë lajm të jashtëzakonshëm. Kjo është një fitore për të gjithë komunitetin shqiptar në New York, tha Drita Gjangecaj, një nga nismëtarët e projektit, duke shtuar se mësimi do të zhvillohet 5 ditë në javë në gjuhën shqipe dhe angleze, nga mësues të certifikuar të Departamentit të Arsimit të New Yorkut. Mark Jonaj, ish këshilltar bashkiak në qytetin e New Yorkut dhe një prej mbështetësve kryesor të këtij programi, u bëri thirrje të gjithë prindërve shqiptar në zonë. Mos e humbni këtë mundësi të artë. Ruajtja e gjuhës son është mbrojtja më e mirë e identitetit dhe e trashëgimisë son kulturore.